Nëse duhej 1 muaj kohë për një firmë, kryetarit bashkisë për të ardhur prap dokumentat, kjo prap për ne ishte një vonesë e panevojshme karshi qytetarëve. Megjithatë, Ministria e Punëve të Brendshme me procedura urgjente miratoi të gjitha hapat që duheshin miratuar bashkarisht me Bashkinë Tiranë dhe i paraqiti Këshillit Ministrave projekt vendimin që u miratua sot. Më lejoni gjithsesi të theksoj që zgjidhja që ofron vendimi që miratuam sot është përsëri e përkohshme. Hapësira e shpronësuar ofron zgjidhje për një harë kohor që nuk shkon më shumë se sa 2 deri në 3 vjet, respektivisht edhe për vendodhjen Sharr dhe Shishtufin. Kemi kërkuar vazhdimisht nga Bashkia e Tiranë të mbaj parasysh angazhimin publik dhe t'i ofroj qeverisë zgjidhje permanente për çështjen e varrezave. Duke qenë të hapur, të marrin parasysh çdo zgjidhje për t'i dhënë siguri maksimale qytetarëve. Asnjë zgjidhje nuk është ofruar, ndaj për këtë arsye, për të mos lejuar zvarritjen e mëtejshme të zgjidhjes definitive të kësaj çështje. Dhe për të garantuar siguri maksimale për qytetarët, shërbim cilësor ndaj qytetarëve, qeveria dhe kryeministri miratuan ngritjen e një grupi pune që duke marrë parasysh zgjidhjet, amendimet ligjore, të akteve nënligjore dhe të gjithë kuadrit që rregullon plotësisht këtë fushë, të bëjmë ndryshimet e nevojshme për të parashikuar në të ardhmen dhe për t'i dhënë zgjidhje definitive çështjes së varrezave jo vetëm në Tiranë, por në gjithë Republikën e Shqipërisë. Ne ndajmë vetë dijen që me shpronësime nuk mund të shtyhet gjatë. Ne ndajmë bindjen që çështja e varrezave në Republikën e Shqipërisë meriton një zgjidhje definitive. Duke përfshirë ndryshime të tilla në ligj dhe në kuadrin ligjor,